Pas nisjes së takimeve të Ervin Solianit me bazën e Partisë Demokratike në Durrës, drejtuesit qendror të PD-s kanë reaguar duke aktivizuar një proces të gjerë analize në të gjitha degët e vendit, që synon të kuptojë dhe të adresojë arsyet e humbjes së zgjedhjeve të 11 majit 2025. Një udhëzim zyrtar i firmosur nga sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, i shpërndar më 2 dhjetor, detyron të gjitha strukturat lokale të PD-s të zhvillojnë një analizë të thelluar në çdo qendër votimi, me fokus në krahasimin historik të rezultatit, vlerësimin e faktorëve të brendshëm organizativ, si edhe përgjegjësive që çuan në përkeqësimin e mbështetjes elektorale. Pjesë e kësaj analize do të jenë gjithashtu edhe kandidatët për deputet dhe çdo antar që dëshiron të shprehë mendimin e tij. Procesi do të udhëhiqet nga koordinator të posaçëm të caktuar nga Selia Qendrore, që do të mbikëqyrojnë zhvillimin e mbledhjeve në çdo rajon dhe do të raportojnë javë pas jave tek kryetari dhe sekretari i përgjithshëm i partisë. Çdo gjetje dhe propozim për përmirësim organizativ do të shënohet dhe do të përmblidhet në një raport përfundimtar që duhet dorëzuar brenda 31 janarit 2026. Nga përmbajtja e udhëzimit kuptohet qartë se PD është në krizë të thellë strukturore, ku kërkohet të identifikohen përgjegjësitë dhe dobësitë, por edhe të hapet rruga për zgjedhje të reja në degët që drejtohen nga figurat komanduara. Ndërkohë, procesi i analizës po shoqërohet me përgatitje të heshtura për ndryshime në statut dhe riformatim të bazës, që mund të përkthehet në një garë të brendshme për kontrollin e partisë pas krizave të njëpasnjëshme të legjitimitetit. Lëvizja vjen në një moment ku demokratët janë të përçarë me bazën që po kërkon hapur përgjegjësi dhe një drejtim të ri. Soliani ka qenë një nga figurat e para që ka thyer heshtjen pas humbjes, dhe duket se lëvizja e tij në Durrës ka detyruar Selim Blu të nxitojë me një strategji që synon të parandalojë rrëshqitjen drejt shpërbërjes totale të partisë në terren. Ajo që mbetet për tu parë është nëse kjo analizë do të shërbejë realisht për reformim, apo do të jetë një manovër për të amortizuar presionin e pakënaqësisë dhe për të mbrojtur status quo në krye të PD-s. Rezultatet priten me interes, por mbi të gjitha me mosbesim nga baza.